Elbasani është kthyer sërish në kryeqendrën e artit skenik. Për të 27 invitradhas i Teatri Skampa hapi dyert për Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit, një traditë tashmë e konsoliduar që mbledh trupa vendese e të huaja. Në notën zgjerimi, ky festival sjell një program të pasur me shfaqje dhe vizione artistike, duke mirëpritur trupa nga Turqia, Greqia, Kosova, Lituania, Serbia dhe Shqipëria. Ne po vazhdojmë rrugtimin ton, kështu që kemi mbritur në këtë edicion të 27, sigurisht me një tjetër kontekst, mbasi festivali në çdo edicion ka tematikën e vet, dhe sigurisht me larmi formash, stilesh, të gjitha në një fokus. Në 5 ditë, publiku do të ketë mundësi të ndjekë 11 shfaqje në skenën e Teatrit Skampa në Elbasan, por edhe në Tiranë. Pjesë e këtij edicioni është edhe aktore lituaneze Monika Pederyt, e cila u shpreh lumtur se do të performojë me trupën e saj një temë shumë aktuale. Drama zhvillohet në një xhungël distopike në luftë, ku arsyet e konfliktit janë harruar dhe mbijetesa kthehet në një betejë psikologjike. Në mes të shkatrimit të natyrës, mungesës së ajrit dhe ujit, shfaqja trajton krizën e identitetit njerëzor, të krijuar nga luftrat e pafundme dhe shkatrimi ekologjik. Përmes gjendjeve ëndërrimtare dhe traumatike të personazheve, drama reflekton mbi mënyrën si shoqëria justifikon luftën dhe ngre pyetje për një raport të ri me natyrën, jo si një pronë për t'u sunduar, por si një hapësirë e përbashkët për t'u ruajtur. Prej 27 vitesh, Skampa ka pritur qindra trupa nga Shqipëria dhe bota, duke vendosur Elbasanin në hartën e festivaleve ndërkombëtare të teatrit. Përveç shfaqjeve, programi i festivalit përfshin edhe workshope, ekspozita fotografike dhe promovime librash kushtuar vlerave teatrore.